Ndonë se janë më pak, prap janë më shumë. Janë më shumë se ju. Unë nuk ju kam juve këshilltare. Ju jeni përfaqësuese e popullit Kosovës dhe unë këshilltarët e kam të tjerë. Është e vërtet që shumë gjëra nuk i përmenda, mirë po mua më kryu përshtypja që ju dëshironi që unë flas më shkurt, jo më gjatë. Por, nëse ju insistoni unë flas edhe më gjatë, se nuk përtoj të flas më gjatë, se jam i papërtushëm shëdhëm. Kjo nuk kupton që edhe populli nuk është për atë që po më këshilloni, dhe në anën tjetër duhet ta kuptoni që unë përfaqësoj një politik tjetër. Ju e keni politikën e juj, me të garoni në zgjedhje, me një politik të caktuar fiskale, unë garoj me një politik tjetër fiskale. Shpresoj që nuk jeni duke bërë kërkes mua ndarësum vetëvendosje që me nërruën politikën fiskale. Nuk ka kuptim çka po thoni. Ajo është politika e juj. Politika e juj nuk bëhet politik e qeverisë, sepse qeveria është mazhoronca që i ka fitu zgjedhjet. Ju me këtë politik keni dalë para qytetarëve. Unë me një politik tjetër kam dalë për qytetarëve. Orientimi ynë pra është tjetër fare. Ne nuk i heqim taksat, ne i shtojmë subvencionet. Kjo është politika jonë. Prandaj duhet ta pajtoni që unë jam krejtësisht ndryshe. Unë nuk po kërkoj që ju të bëheni unë, por është absurde të kërkoni që unë të bëhem ju. Deputet, kemi miratuar projekt ligji. A ka mundësi mu këty në temë kryeministër, sepse i ke pos 4 vjet me qeverisë dhe nuk e realizu asë një projekt. Kthem temë e mos na shit pralla. Kthem temë të kabinetin qeveritar këtu, edhe ti nderuar Moja Rendin. Moja Rendin. Kryeministër kthem temë. Jo, kthem temë. Kryeministër prap do ta ndali. Nëse nuk kthehesh me punë për naft, nuk do të flasësh. Nuk mundesh në asnjë rrethon ti me krahasues.